Flamurtari regjistron fitoren e parë në kampionat, teksa të mërkurën pasdite ka mundur Vllaznin në Vlorë në shifrat 1-0. Një fitore që duket se vlen jo vetëm për 3 pikët, por edhe për ecurinë e skuadrës në vijim të këtij kampionati. Ndeshja mes Flamurtarit dhe Vllaznisë nisi me somazheve dhe buqetave me lule nga lojtarët e të dyja skuadrave për 17 vjeçarin që humbi jetën tragjikisht në aksident pak ditë më parë. Në tribunën e tyre, sportdashësit edhe me një banderol ku kërkonin lojtarëve të respektonin fanellën. Ky edhe pas rezultateve negative të arritura deri më tani. Sa i takon përballjes, në pjesën e parë loja është thuajse e barabartë nga të dyja skuadrat, ndërsa rastet janë të pakta para portave respektive, edhe pse është Flamurtari që në këtë fraksion loje ka edhe mundësinë më të mirë për të shënuar. Në shifrat e barabarta 0-0 starton edhe pjesa e dytë e ndeshjes, ndërsa rastin e parë e kanë shkodranët, ku edhe mund të kishin rrezikuar seriozisht për të shënuar gol. Me vijimin e minutave, Flamurtari kërkon dhe i gjen golin, por ndërhyn gjyqtari që sinjalizon penalltin duke anuluar golin e shënuar. Mes fushori, Marku i jep avantazhin ekipit vlonjat, ndërsa deri në fund të 90 minutave, pavarësisht përpjekjeve të Vllaznisë, mbyllet me fitoren e Flamurtarit. Pas ndeshjes, trajneri i Flamurtarit, Francesco Moriero, e cilësoi mjaft të rëndësishme fitoren, ndërsa trajneri i Vllaznisë, Edi Martini, theksoi se barazimi do të ishte rezultati më i drejtë. Diciamo che anche nelle partite precedenti Në ndeshjet më para nuk është e thjeshtë për t'i shpjeguar humbjet. siamo stati anche un po' Kemi qenë dhe pak të penalizuar nga fati që se me Partizani ka qenë një gol në favorin tonë që është anulluar. Edhe me të utën që një offside, sot çuna nuk e lëshuan. Donim ta fitonin këtë ndeshje, bëm zëmbrën, ishim të mirë taktikisht, edhe kush e fut mirë. bene, questa deve essere la nostra mentalità. Io sono Ky duhet të jetë mentaliteti jam. Unë jam mësuar që të luftoj në ndeshje mbas ndeshje, dhe kështu do vazhdojmë që të ndeshim ndeshje mbas ndeshje, pa e parë se me këndeshim, sepse është kampionat shqiptar shumë i ekuilibruar. Jam i lumtur për çunat e mi, ishte një periudhë shumë e trishtuar për ata. Kishin nevojë për të fitore, dhe kjo fitore të bën të besosh te cilësitetin i lumtur për çuna, për publikun, për stafin. pubblico, per lo staff e per tutti quanti. Ashtu si shkoi loja, unë them rezultati më i drejtë ishte barazimi. Ne normalisht që kishim hallet tona në këtë ndeshje, ishim me 6 lojtarë mangët, edhe freskia fizike dhe djemët u nis shumë, edhe kjo ishte arsyeja që ne nuk ishim në nivelin e ndeshjeve të tjera. Gjithsesi, ndeshje e mirë, deri diku, pikët janë ata që vlen këto momente, sepse normalisht nuk mundesh me luajtur me të njëjtin ritëm gjithmonë. Do kesh oscilacione gjatë kampionatit, por e rëndësishme për ne ishte që të merrshim pikë sot. Se arritëm, kjo është futbolli. Ndeshjen e rradhës është e vështirë njësoj si kjo ndeshje këtu. Unë disha që përpara që Vlora do të bëhet gjithçka për me fitu ndeshjen. Normalisht mas shënimit golit, vjen keq kishte shumë topa në fush, lojë efektive shumë pak, 5-6 topa nuk e përliq minimalli Flamurtarit këtë lloj loje, megjithatë i uroj sukses Flamurtarit. Kampionati rikthehet tashmë sërish në fundjavë, ndërsa Flamurtari do të luajë sërish në Vlorë, ku do të presë ditën e diel Elbasanin.